Edicioni informativ në Radio Televizionin Pendimi. Titujt kryesor për edicionin e sotëm. Pajisja antitank nga Gjermania, Kosova forcon kapacitetet ushtarake. 33 persona në paraburgim në rastin qielli i thyer, sekuestrime e ngrirje të pasurisë në vlerë rreth 80 milion euro. Kesko kërkon bashkëpunimin me konsumatorët për kursimin e energjisë elektrike. Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe shikues të Radio Televizionit Pendimi, po fillojmë këtu me edicionin e lajmeve për ditën e sotme e martë 23 dhjetor 2025. Unë jam Luljeta Beshiri. Edicionin e fillojmë me lajmet nga vendi. Ministria e Mbrojtjes ka përfunduar procedurat për blerjen e pajisjeve antitank nga Gjermania për forcën e sigurisë së Kosovës. Lajmi është konfirmuar për DG Post nga Ministria e Mbrojtjes së Kosovës. Armët e quajtura Panzerfaust 3 pritet i dorëzohen së shpejti FSK-s, duke rritur ndjeshëm kapacitetet e saj mbrojtëse kundër mjeteve të blinduara. Përveç sistemeve të artillerisë, kontrata 3 vjeçare parasheh edhe furnizimin e FSK-s me ambulanca, kamion dhe komandim dhe kontroll, si dhe mjete të tjera mbështetëse të nevojshme për funksionimin e një baterie të plotë artillerie dhe zhvillimin e kapaciteteve të qitjes indirekte. Të paktën 33 persona aktualisht ndodhen në paraburgim në rastin e quajtur qielli i thyer, i cili po trajtohet nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës. Sipas njoftimit të sistemit prokurorial me urdhër të autoriteteve, janë ndaluar pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme në vlerë rreth 60 milion euro, ndërsa janë ngrirë mjete financiare në llogari bankare në vlerë rreth 1.5 milion euro. Po ashtu janë sekuestruar 80 vetura luksoze me vlera milionëshe. Rasti qielli i thyer përfshin dyshime për një servej pra shtërënda penale, përfshirë pjesëmarrjen dhe organizimin e grupit kriminal, blerjen, posedimin, shpërndarjen dhe shitjen e paautorizuar të narkotikëve, shpërlarjen e parave, falsifikimin e tyre dhe dokumenteve, si dhe mbajtjen apo posedimin e paautorizuar të armëve. Prokuroria Speciale ka bërë të ditur se hetimet janë në vazhdim dhe se do të ndërmerren edhe veprime të tjera ligjore në përputhje me zhvillimin e rastit. Sipas njoftimeve të operatorit të sistemit transmisionit dhe tregut KOST, sistemi elektroenergjetik po përballet me ngarkesa të rritura, veçanërisht gjatë orëve të pikut nga ora 21 deri në 23. Këto ngarkesa që vijnë si rezultat i rritjes së konsumit lidhen me funksionimin teknik të sistemit elektroenergjetik dhe kërkojnë bashkëpunim nga të gjithë konsumatorët për të ulur konsumin dhe për të ndihmuar në ruajtjen e stabilitetit të furnizimit. Masa të thjeshta të ndërmarra nga secili prej nesh mund të kenë efekt të madh në sistemin elektroenergjetik, duke kontribuar në stabilitet më të mirë për të gjithë. Menaxhimi i kujdesshëm i konsumit gjatë orëve të pikut ndihmon që sistemi të funksionojë normalisht dhe parandalon ngarkesa shtesë që mund të vështirësojnë furnizimin në momente të caktuara. Prandaj çdo kursim sado i vogël ndihmon që sistemi të jetë i qëndrueshëm për të gjithë. Kesko falenderon konsumatorët për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm në këtë proces. Komisioni Evropian ka vlerësuar se Kosova ka vazhduar të përmbush obligimet që nga liberalizimi i vizave, por ka kërkuar që të bëhet edhe më shumë në informimin e qytetarëve të Kosovës se lëvizja pa viza nuk duhet të keqpërdoret për të kërkuar azil të pabazuar në vendet e Bashkimit Evropian. Në raportin vjetor të liberalizimit të vizave për të gjitha shtetet në botë, Bashkimi Evropian konstaton me shqetësim se keqpërdorimi i liberalizimit për të kërkuar azil ka vazhduar, ndërsa në disa raste, si ai i Kosovës, ka ardhur deri te rritja kërkesave për azil. Në këtë raport, Komisioni Evropian ka përdorur shifrat për vitin 2024, për të cilat thuhet se janë të plota, e sipas të cilave ka pasur një rritje të ndjeshme të numrit të kërkesave për azil nga shtetasit e Kosovës, me më shumë se 6700 kërkesa të regjistruara. Komisioni Evropian në këtë raport thekson se parandalimi i paraqitjes së kërkesave të pabazuara për azil duhet të mbetet prioritet për të gjithë partnerët që gëzojnë mundësinë e lëvizjes pa viza, e kjo vlen sidomos për Kosovën, por edhe për Shqipërinë, Moldavinë dhe Gjeorgjinë. Vazhdojmë me lajmet nga rajoni.
Protesta e Partisë Demokratike të Shqipërisë u mbyll me lëndë plasëse dhe molotov të hedhur drejt kryeministrisë, por për fat të mirë pa pasoja të rënda. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha pas një parakalimi në bulevard u ndal në selinë e PD-s ku shprehu mirënjohje ndaj të gjithë qytetarëve që ju përgjigjen thirrjes së protestës. Berisha e cilësoi tubimin si një protestë historike duke theksuar se aksioni i nisur nga opozita nuk do të ndalet deri në largimin e kryeministrit Edi Rama, të cilin e quajti armik të vendit dhe të pluralizmit politik. Siç edhe pritej, punëdhënësit dhe lidhja e sindikatave të Maqedonisë nuk u morën vesh për rritjen e pagës minimale para harmonizimit ligjor në mars. Po ashtu siç pritej, edhe qeveria e përsëriti qëndrimin se është për një pagë minimale më të lartë, por vetëm nëse sindikatat dhe punëdhënësit bien dakord. Në lidhjen e sindikatave të Maqedonisë, mungesa e zgjidhjes nuk u pëlqeu dhe paralajmëruan se nëse deri në vitin tjetër nuk ka marrëveshje, do të ketë protesta. Ministri i Ekonomisë Besar Durmishi thotë se në Këshillin Ekonomik Social janë paraqitur të gjitha argumentet pro dhe kundër një pagë minimale më të lartë. LSM thotë se ajo është më ulëta në rajon, ndërsa Durmishi se jemi më mirë se Bullgaria dhe Turqia. Mirëpo punëdhënësit kanë prezantuar të dhëna se profitabiliteti i kompanive vendore sillet nga 2 deri në 5% dhe se nuk mund të rritet paga minimale. Sipas disa përllogaritjeve, nëse kompanitë heqin dorë nga profiti, respektivisht të punojnë pa fitim, paga do të ishte diçka mbi 1.000 euro. Lajmet nga bota. Një fëmijë 12 vjeçar shëlloi dhe plagosi rënd drejtorin e shkollës Ender Karan në oborin e një shkolle të mesme që ndodhet në lagjen Anamur të qytetit Mersin në Turqi. U raportua se ky incident ndodhi pasi drejtori paralajmëroi një nxënës që kishte ardhur në shkollë me një biçikletë elektrike javën e kaluar. Momentet e tmerrshme u kapën sekond pas sekonde nga kamerat e sigurisë, transmeton Telegrafi, nga ku pamjet tregojnë momentet kur fëmia ju afrua me një pushkë dhe qelloi drejtorin e shkollës. Sipas akuzave, drejtori i shkollës Ender Kara, 39 vjeçar, paralajmëroi një nxënës që erdhi në shkollë me një biçikletë elektrike javën e kaluar. Pas këtij paralajmërimi, MK, 12 vjeçar, i cili erdhi në shkollë me një pushkë, hapi zjarr ndaj drejtorit në oborrin e shkollës. Ekipet e shëndetit dhe të zhandarmërisë u dërguan në vend ngjarje pas njoftimit të atyre që ishin aty pranë. Ender Kara, i cili u plagos rënd, u dërgua në spitalin e Mersinit dhe mësohet se jeta e tij ishte në rrezik. Po ashtu pas incidentit, ekipet e zhandarmërisë ndaluan nxënësin MK dhe baban e tij YK, duke vazhduar me procedurat hetimore të rastit. Lajmet nga sporti. Skuadra e Napolit ka fituar Superkupën e Italisë të hënë mbrëmë pasi e mposhti ekipin bolonez me rezultat 2-0. Ndeshja zhvilluar në stadiumin King Saud University në Riyadh të Arabisë Saudite nisi me golin e David Neres, i cili shënoi nga distanca në minutën e 39 për rezultat 1-0, ndërkaq kapiteni i Kosovës Amir Rahmani e kompletoi ndeshjen. Kujtojmë se napolitanët në gjysmëfinale eliminuan Milanin duke e mposhtur me rezultat 2-0, ndërsa skuadra boloneze në gjysmëfinale e mposhti pas ekzekutimit të penaltive. Ndryshe për Napolin, kjo është hera e tretë që fiton Superkupën, ku së fundmi e fitoi në edicionin e vitit 1990-91. Parashikimi i motit. Vazhdojmë edicionin e lajmeve me parashikimin e motit për ditën e sotme të datës 23 dhjetor 2025. Të dhënat sinoptike për ditën e sotme flasin për një mot me vranësira të pjesshme mbi territorin e Republikës së Kosovës dhe me temperaturat më të larta në ditës që do të arrijë në 6 gradë Celsius, ndërsa më e ulta do të zbresë në 3 gradë Celsius. Ndërsa mbi territorin e Republikës së Shqipërisë sot pritet të ketë mot me rreshtje shiu dhe me temperaturën më të lartë në ditës që do të arrijë në 15 gradë Celsius, ndërsa ajo më ulta do të zbresë në 6 gradë Celsius. Edhe territori i Republikës së Maqedonisë së Veriut do të përshkuhet me mot të ndryshueshëm me intervale kohore me diell dhe me temperaturën më të lartë për ditën e sotme që do të arrijë në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo më ulta do të zbresë në 2 gradë Celsius. E me të dhënat meteorologjike për ditën e sotme përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Ju falenderojmë për vëmendjen, vazhdoni të shndroni dhe më tutje me Radio Televizionin Pendimi. Miru dëgjofshim.